Përgatitja e pulës me patate për iftar. Tash na e kena pastru shumë mirë, e kem la mu kullu edhe e tirim kështu. Sepse tash kjo i ka pak do kime edhe shkojmë duke ja djeg me shkrips me plena fjalla. Tash të e marrim pulën edhe e mbajmë për mes. Këtu i kemi qitë me lmesat, edhe qesim pak haj, pëlliri. Për momentin lam për 10 minuta qështu. Pra na qitëm kipën e ngrirë hudër. Spec karot. Edhe patatet e prerë në cupë. Qesim me lmesat. Pashtu vaj. Edhe shmand. Ja bërë një përzirje të thellë. Tash përshini juna që i qitëm patatet, ja qisim një gotë ujë, e ja qisim pulën për mi. Dhe me thonë kjo përgatitet për 40 minuta. E qujna në furrë. Furra është të lshuar me 250 gradë edhe e përgatitëm edhe e servojna. Ja pra të argjillat që e përgatitëm, jo që është mirë, po tepër mirë. Jo kisha thonë me provu, sidomos për muajin Ramazan. Faleminderit për shikimin e kësaj video, na bani like dhe subscribe.